Në festën e shenjtorëve Pjetër dhe Pal në katedralen e Shën Shteftit në Shkodër u kremtua 25 vjetori i meshtarisë së 5 meshtarëve të Kishës Katolike, Dom Vlash Palaj, Frat Ndue Toplana, Frat Bec Pecaj, Dom Viktor Dedaj dhe Dom Martin Jaku. Arqipeshvi Shkodrës Imzo Gjevani Peragjine vlerësoi rrugëtimin 25 vjeçar të 5 meshtarëve, duke theksuar se shërbesa e tyre është një dëshmi e besnikërisë ndaj thirrjes së Zotit dhe përkushtimit ndaj kishës së besimtarëve. Në ditën në kur Kisha në bën të kremtojmë festën e Shëmpjetit dhe Shëmpant, dy apostujve të mëdhenj mbi të cilin Krishti ndërtoi kishën e tij, kishën e vetë, ne si Kisha Diocesane në këtë kremtim falenderojmë Zotin për 25 vjetorin e shigurimit meshtarak të 6 bashkëvëllezërve tanë meshtarë. Dom Vlash, Dom Viktor, Dom Martin, Fra Gazmendi, Fra Ndue, Fra Beci. Ky kremtim i bashkuar me këtë përvjetor jubilar është një ngjarje domethënëse që na ndihmon ta kuptojmë më mirë misterin e thirrjes së Krishterë dhe në mënyrë të veçantë të shërbesës meshtarake. Shugurimi juaj 25 vjet më parë nuk ka qenë vetëm një gëzim për familjet tuaja ose për bashkësitë krishterë, por ka qenë një shenjë profetike për mbar kishën. Ka qenë dëshmia se Ungjilli, edhe pse për ndjekur, nuk ishte imposhtur. Për gati 50 vjetë, sistemi komunizmi përpoqen ta shuanin fenë. U rënuan kishat, u mbyllë seminaret, u ndaluar lutja, u burgosen e urrani peshkvin, meshtarë, regultare dhe shumë besimtar laiki. Me bindje se duke zhdukur dëshmitaret e Krishtit, do të mund të zhdukej edhe vetë Krishti. Por e di më mirë, historia e shpëtimit na mëson gjithmonë të kundërt. Kur gjithçka duket e humbur, hap shtigjet të reja. Në meshën e shenjtë besimtar, familjar dhe përfaqësues të klerit u bashkuan në lutje dhe falënderim për shërbimin 25 vjeçar të meshtarëve.